Policia e Himarës ka goditur një grup personash të dyshuar për shitje të lëndëve narkotike në zonat turistike gjatë sezonit veror. Në kuadër të operacionit antidrog të koduar Area janë arrestuar 3 persona, një 17 vjeçar dhe 2 të tjerë të moshave 24 dhe 40 vjeç. Sipas policisë, të arrestuarit dyshohet se shpërndanin doza kokaine dhe kanabisi në plazhet e Livadit, Llamanit dhe zona të tjera bregdetare të Himarës. Gjatë kontrolleve fizike në automjete dhe në banesat ku 2 prej tyre qëndronin përkohësisht në Himar, u sekuestrua 91 doza lëndësh të dyshuara narkotike, një peshore elektrike, një automjet dhe një celular. Në fazën e parë të operacionit, policia arrestoi 17 vjeçarin me iniciale VK dhe 40 vjeçarin me iniciale DG, ndërsa gjatë kontrollit në banesën ku qëndronte ky i fundit, u gjendën 60 doza kokaine dhe kanabis të përgatitura për shitje në zona turistike. Ndërsa në fazën e dytë të operacionit u arrestua 24 vjeçari me iniciale RL, pasi në automjetin dhe banesën e tij u gjendën 31 doza kanabisi dhe një peshore elektrike. Policia deklaroi se kontrollet do të vijojnë në zonat bregdetare gjatë sezonit turistik me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike.